Zgjedhjet vendore janë teje të rëndësishme. Atë ditë, ditën e zgjedhjeve, njerëzit do të kenë në dorë një bilet, e cila nuk duhet të shitet kurrësi, as për 1.000 lek, as për 5.000 lek, e as për premtimin e një vendi pune. Jo, sepse vetëm kështu ka për të ecur përpara Shqipëria. Ju keni nevojë që t'ju udhëheqin personat më të mirë të mundshëm. Ka të merrsi shumë punë për të bërë. Përpara keni sfida shumë të mëdha. Nuk është e lehtë, e kuptoj, sepse për ju tranzicioni po zgjat pafund. Për disa të tjerë, po zgjat sa vetë jeta e tyre. Ku jemi në lidhje me 5 prioritetet kyçe? Ka progres, e curi. Ka pasur hapa përpara në administratën publike. Shohe dhe mundësi për progres serios në reformën në drejtësi. Të hënën ishim në një aktivitet në të cilin ekspertët e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi shfaqën analizën e punës së bërë gjatë muajve të fundit për mangësitë në gjyqësor. Them gjithnjë që kjo është reforma më e rëndësishme që ka ndërmarrë apo që do të ndërmarrë ndonjëherë Shqipëria. Në fjalinë e tij të fundit, në aktivitetin e dieshëm, ambasadori amerikan thotë se ka nisur tashmë fundi i epokës së gjyqtarëve apo prokurorëve të korruptuar, po përpiqem që ta citoj saktë. Vërtet mendoni se ka filluar kjo fazë? Jam e sigurt. Ky është një proces që ka ndodhur në çdo vend. Mendoj se po arrim tek një moment kritik, kur kjo do të fillojë të ndodhë vërtet edhe në Shqipëri. E kuptoj që ka mangësi në sistem, të cilat e bëjnë akoma më të vështirë ndjekjen penale. Por na duhen edhe njerëz të mirë e të aftë që ta bëjnë pikërisht këtë gjë. Në të gjitha vendet ka pasur heronj që ja kanë dalë mban. Pra, jam e sigurt për këtë. Për dekriminalizimin, listat e famshme të cilat sipas medias janë në zyrat e partive politike, mendoni se janë pastruar? Një gjë duhet të jetë tepër e qartë. Shqipëria është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk është protektorat. Ambasadorët në Shqipëri nuk janë ata të cilët duhet luajnë rolin e udhëheqësve politik, apo të prokurorit, apo gazetarët, apo ata që në shoqëri kanë më shumë përgjegjësi për ta ndjekur procesin zgjedhor. Kolegu im amerikan foli qartazi për këtë çështje. Ne kemi paralajmëruar që të gjithë ata që merren me sundimin e ligjit duhet t'i shohin mirë listat. Madje edhe vetë qytetarët i shohin mirë listat, që të informohen dhe që kur të zgjedhin kandidatët, të marrin një vendim të mirë informuar.